atyre që ndjekin edhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër xhamat, ju përshëndes gjithë me përshëndetjen islame. Selamu aleikum wa taala wa barakatuh. Pasha mëshira Allahut shumë mbi ju. Ju falenderoj shumë që në kohë që t'jemi në këtë iftar të organizuar nga xhamia jonë, në këtë iftar të përbashkët. Ramazani, qysh e kemi thonë shumë herë, Zoti i Madhruar e ka dalluar këtë muaj prej muajve tjerë, ka shumë mirësi, ka shumë begati, e një prej të mirave të shumta që i ka Ramazani është se i bashkon muslimanët në iftar, qysh na ka bashkuar neve sonte këto. Unë e shfrytëzoj rastin me i falenderu ata cilët ne kanë mundësu këtë iftar, djalin e Ragibit, edhe Hojrën, edhe djalin e Axhimrisë Remzier, që ka të çuar një pjesë parë 300 euro, fitën që kemi këto të furës Berlinit, për petolkat, po edhe një shumë 300 euro për iftarin, edhe Besnik Jakupin 100 euro për ëmbëlsirat, edhe këto gjona tjera. Allahu ja shpërbleft me të mira, Zoti ja shtoft bereqetin. Pejgamberi jon alayhis salam ka thënë, shumë herë kemi shpjegu, kush i jep iftar një agjerusi, e ka shpërblimin e agjerimit të atij, pa i munguar atij. Zoti ja shpërbleft edhe ja shtoft mirat. Inshallah i Madhi Zot na e pranon agjerimin, na e pranon lutjet, na e pranon namazet, na e pranon gjitha veprat e mira. Na i mundson këto ditë fundit që veç gati po futemi edhe që është nota më e madhe e vitit, nota e Kadrit, që na tregon Zoti Kur'an, Lejletul Kadri khairun min alfi shahr, nota e Kadrit është bavlesh me senimi muj. Na i mësofti Madhi Zot me arrit notën e Kadrit, lutjen këtë notë të Kadrit, e na i mësoft me prit ditën e Bajramit me adhurimet pranolur nga i Madhi Zot. Ju falenderoj shumë edhe një herë, nuk po e zgjati më shumë. Hajde djevë që atë na e mbëlsirë në e diçka.